Klubi i karates Asjart nga Gostivari ka marrë pjesë në turneun e 21 ndërkombëtar të karates Ulqini Open 2025, i cili llogaritet ndër më të fuqishmin në rajon, e i cili edhe këtë vit mblodhi mbi 800 ngarues nga vende të ndryshme të rajonit dhe Europës. Ky turne edhe një herë dëshmoi se është më shumë se një garë sportive për karateistët e Asjart, të cilët me disciplinë arritën të rrëmbejnë edhe një çmim të parë. Këtë çmim feste për të gjithë klubin arriti Anu Elezi, e cila edhe për skaj përballjeve të vështira, falë për kushtimit me stërvitje të klubi i saj, ka korrur sukses të lartë. Ishin lufta të vështira, por unë i fitova dhe kisha 3 gara, por njëna nuk doli, për shembull 2 kishin. Mua më ndihmon shumë se ushtroj dhe më ndihmon për gara, për shembull ushtrimet kur i bëm, atje më ndihmon t'i bëj ata ushtrimat një. Anu e si një karateiste e vogël në moshë premton që dhe sfidat e ardhshme do t'i përballoj me sukses. Kjo falë siç ajo shprehet trajnerëve të saj të klubit, sidomos trajnerit kryesor Berat Jakupi. Mendoj se përsëri do e marr çmimin e parë dhe arri përsëri suksese si tash që e kam arritur. Berat Jakupi dhe Sara Abdullaj kam mirëpritur shumë prej këtyre, janë shumë trajner për mua. 14 vjeçaria Sara Abdulli, e cila ka vite pranë klubit Asjart, tashmë është besuar rolin ndihmës trajneres. Ajo thotë se klubi aktualisht ka 60 nxënës, prej të cilëve 40 janë të grup moshave të reja. Sqaron se çdo njeri prej tyre, me pasionin që tregojnë për sportin e karates, sjellin vazhdimi suksese me pjesëmarrje në përgara. Stërvitjet me fëmijët shkojnë shumë mirë, bashkëpunojmë. Momentalisht kemi mbi 60 nxënës, kemi mbi 40 fillestar dhe mbi 20 garues të përhershëm, të cilët garojnë në secilën garë. Dëshira e këtyre fëmijëve është shumë e madhe dhe kanë shumë përparësim me atë dëshirë që e bëjnë, sepse ato e tregojnë dëshirën dhe ne u plotësojmë. Asjart zhvillon stërvitje 3 herë në javë, gjithsesi të hënën, të mërkurën dhe të premten, pranë palesтрës sportive të shkollës së mesme teknike në Gostivar. Ushtrimet e përzgjedhura nga Berat Jakupi, një trajner kampion i karates, mund të llogariten privilegj për këta fëmijë. Zëvendësja e tij i thekson se kjo gjë dëshmohet edhe me çmimet e shumta të fituara në çdo garë, sikurse edhe ai fundit në Maltëzi, i cili organizohet për nder të kremtimit të ditës së komunës së Ulqinit. Turneun e fundit në Ulqin ishte 6 prillit, ishte turneu i 50 gjetorit të garës dhe kishim një çmim të vendit parë, ku Anu Elezi e mori vendin e parë dhe kishte 2 stërvitje, të dijat i fitoi me rezultat të bindshëm dhe e mori në fund vendin e parë. Është motiv i madh për të gjithë nxënësit që në atë ditë nuk shfaqën sukses, që e pam Anuen dhe sipas Anues duhet të vazhdojmë. E pam Anuen dhe pas asaj u bazuam që çdo herë duhet kemi motiv për gjithçka. Ndryshe, klubi i karates Asjart si vjeçëron dekadën e parë që nga themelimi, ndërsa drejtohet nga karateisti me famë botrore, Berat Jakupi.